Të nderuar teleshikues të pasqyrës shqiptare që na ndiqni në Kanada, por edhe nëpërmjet rrjeteve shoqërore kudo që jeni nëpër botë, ju përshëndes këtu nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, ku po zhvillohet protesta e radhës e qytetarëve të Tiranës, por jo vetëm nga Tirana, nga gjithë Shqipëria, me një kryefjalë, dorëheqje të Edi Ramës. Nëpërmjet disa intervistave të thjeshta, direkte, të pastra, me shumë pjesëmarrës këtu, do t'ju sjellim atmosferën e kësaj proteste dhe thelbin e saj. Faleminderit që na ndiqni. Qeverisja në shtylneve, për gjithë shka. Edhe pa drejtësi që ben në gjitha drejtimet, të gjitha ben fshehurazi, aje është berë si një padron, është berë një padron I vërtet, dhe jo një shërptor si që thot aje. Aje thot jam shërptor I popullit, por në fakt aje është padron I gjithë vendit. Çdo vendimet I merr vetë, pa pyetur njeri, pa u konsultuar, pa asgjë. Investitori le t'jetë Amerikan, le t'jetë familja Trump, le t'jetë kushdoj investitori. E rëndësishmja është që gjithçka të bëhet me konsultë popullore. Populli ta di se si bëhet dhe për kë bëhet. Ai investitori vjen për të fituar për vete, por nëpërmjet atij duhet të fitojë populli shqiptar. Protestoj sepse kam një djalë 5 vjeçar dhe dua ta arris në vendin tim të sigurt. Protestoj për të gjithë fëmijët që janë vrarë në det, në rrugë, në trotuar, në shkolla. Për këtë protestojmë, për këtë jemi sot këtu. Zvërneci ishte pika e fundit që mbushi gotën dhe u ders. Nuk kemi më plazhe të lira, nuk kemi më plazhe publike, nuk kemi më as tokë, as det, as male. Kudo po betonizohet çdo gjë. Atëherë ku do shkojnë këta fëmijët tanë? Për çfarë rrisin ne fëmijët? Pse ne duhet të ikim nga vendi jon? Për çfarë? Kjo është për të rritur këtu në vendin tonë. Dhe vendi jon bëhet duke parë gjithë këta njerëz sot në shesh. Cili do të ishte rezultati më I mirë I protestës? Rezultati më I mirë do ishte një qeveri e re. Po, një kryeministër I ri, ndryshe nga fryma që erdhi, vetëm ata kanë qenë të 90-s dhe vazhdojnë dhe sot. Jo, kjo gjë duhet të ndryshoj për të gjithë ne. Pike pas një pronën, një certifikat që e ke në xhep e mba kot. Ku shko me nxjerr një lendër tim, kot, e ke me një vendosje. Një vendosje kopshit s'kanë vrejtje me letra, kot harta digitale. Ata se ka ban Allah, e ka ban ky, në tokë. Një pronë. Një. Taksat. Nafta ma shtret, vjen prid, paleku, kalon në për tokë tonë, del ma lirë atje. Tu ma shtret. Rendi, qëtësia, asë një sen nuk së të bërmallim e në këtu, po kemi ngejë. Po Zvërneci është thjesht një ngacmim I fundit, e? Zvërnecje, janë shumë arsije, nuk ka zvërnecje, pakete malore, janë tana ujna që I ka merë, I ka mbledh në tub, I ka fut, ka lënë popit në thavë. Ju di branini? Kuksjan. Zvërneci është shumë e rëndësishme, sidomos edhe për nga sipërfaqja e madhe dhe menjëhershme që jepet për zhvillim dhe për prishje. Është një ekosistem në veçanti që kanë vjedhur pasuritë të shtetit dhe toka e kanë vjedhur. Po janë disa zona që po I themi që kanë qenë pjesë e urbanistikës dhe turizmit dhe zhvillimit. Pasi mbaruan punë me ato, tani janë drejtuar zonave të mbrojtura dhe nuk po na I lën as këto. Domethënë edhe është një ekosistem që nuk vjen dot mbrapsht. Nuk është puna thjesht edhe për flamingot, se flamingot ndoshta mbijetojnë në vend tjetër, por ne si shqiptar, mua më ka ngelur një mal tomori, një zvërnec, apo edhe një mal tjetër për të parë natyrë të mirë thellë se si është natyra. Tani ne kemi humbur në beton gjithandej. Hotele sa dush, plazhet janë gjysmë bosh në herë, nuk kemi nevojë për një investim të tillë, sidomos në një zonë delikate për ekosistemin. Kështu që unë prandaj kam dalur këtu, nuk është thjesht Zvërneci, kuptohet, unë shpresoj qeveria të heq dorë, sepse është gjithë kjo qeveri që në 15 vjet të fundit, vetëm se ka vjedhur dhe ka shkatruar, mua më bëhet zemra mal që gjithë këta njerëz këtu janë mbledhur dhe po protestojnë. Shpresoj që nga kjo protest
të nisë një lloj lëvizje e re qytetare, të cilat të marrë në dorë fatet e këtij vendi. Zonjë, juve përpara se të ndiznim kamerën, më shpjeguat rastin tuaj. Vini nga familja Alla, jeni pronar të ligjshëm të një territori të gjerë prapa Casa Italia, ku kryeministri, qeveria dhe bashkia kanë ndërmend të financojnë një koncert, pas të cilit pastaj duan të ndërtojnë banesa. Edhe ne na nxjerrin jashtë loje, po ne që jemi pronar të ligjshëm, as na kanë ardhur me pyet, as na kanë bërë gjë, as na kanë vënë ndjeni, e kemi marrë vesh me anë të mediave. Në kjo është arsyeja që ju vini protestoni Për sot? këto dhe për gjëra tjera. Për shembull disa gjëra tjera. Nuk kanë fëmijë ku lujnë, nuk kanë fëmijë ku të artojmë, edhe neve si moshë tretë kemi qef të ulemi, të dalim lulishte të rrimë. Edhe pensionet që janë pensionet të Freqameti, janë invalide, edhe me një pension që nuk arrit do të blej ilaçet. Jemi në gjendje, do me thonë të mjerueshme. Ato bëjnë qef, ato shkojnë në për resorte, shkojnë në për pabe, në për gjona, ne s'kemi bukë me hëngër. Nga këto thirrjet e protestës, me cilën nga thirrjet bashkoheni? Me gjitha. Me gjitha? Me gjitha, për çdo gjë, me gjitha. E para është dorëheqja? Patjetër, dorëheqja e para, e dyta për mirëqenie, e treta të bëhemi si gjithë Europa, se kjo është kërkuar që në fillim 91, edhe për çdo gjë tjetër që duhet na e plotësojnë që të paktën të arrijmë gjysmën e atyre që janë ne. Neve jemi më të varfër sa s'bëhet. Zotri, për çfarë po protestoni sot këtu përpara kryeministrisë? Qeveritë më të korruptuara të Ballkanit, të Evropës. Për gjitha xhetat që ka qeveria. Kërkesa juaj e parë fare, cila është? Dorëheqja. Këtu ka korrupsion të fuqishëm masiv, gjitha ne. Nuk ka institucion që mos ketë korrupsion. Në shkolla, në polici, në prokurori, në spitale. Spital vdes po s'pat e parë në Shqipëri. Lejnë aty për jashta. Pagu siguracione, ka gjithë është e fundosme, a kupton? Ke besim se është game over për Ramën? Po s'ke game over tash s'ka për të bërë më game over për Ramën. Rama do rrije deri në 2200-ën. Kush e di çfarë do shpiki Rama edhe ka përjetu akoma, ne kena për të harruar dhe jetë akoma atje, a kupton? Kemi 35 vjet që nuk gëzojmë asnjë lloj të drejte. Pensionet për faqet zezë, çmimet në kulm, tokat janë marrë, janë shit për mata posleqe të papara. Evropa nena ka pa gjithmonë me sinin e mjerkës. Këtë që nuk e kanë bërë pushtu si të huj, ja bën një qeveri, një klasë politike. Kjo klasë politike 36 vjeçare e ka shkatërruar këtë vend, e ka shkatërruar këtë kom. A keni parë se çfarë ka bërë kjo qeveri e Shqipërisë për Kosovën? A keni parë se çfarë bëri kjo qeveri për shqiptarët e Maqedonisë Veriut, që kërkojnë të drejtën legjitime, që është gjuha shqipe, po për shqiptarët e Kosovës, po për shqiptarët e rajonit diasporës. Unë kam dalë tu si qytetar i lirë, si qytetar pa parti politike, me flamurin kombëtar, por të bërë thirrje gjithë shqiptarëve. Eja këtu në shesh, jo vetëm për klasën politike, po për të marrë edhe një herë në dorë fatet e kombit ton që nuk shuhet kurrë nga xhila agenda dhe nga krye poliagenti, pra poliagenti që i akuzon shqiptarët se janë agent rus, kinez, iranian. Këta janë agentët shqiptarë, pra janë ambasadorët e Shqipërisë në barë botën që e mbrojnë vendin e tyre nga ata të cilët e glavrojnë, e shkatrojnë dhe i bëjnë lavazh truri shqiptarëve. Ju përshëndes gjithë dhe ju pres gjithë në shesh. Unë jam dem babadem Tiranas. Le e rrit këtu. E çfarë mendimi, çfarë vlerësimi keni për këtë protestë? Vlerësoj vetëm këtë rini edhe këto fëmijë që na bashkohen neve. Vetëm kaq. Kjo nuk është protestë, është revolt shpirtërore. Ka fëmijë që s'kan bukë me hëngër. Vetëm për këtyne se vjedhin dhe vetëm vjedhin. Dhe s'dun me ditë pasi që i bëjnë vota pa majtas djatas. Çfarë do të dëshironi të dilte nga kjo protestë? Rezultati më i mirë i protestës? Gjaku i ri, shkolla, arsimi, vejnë dorën këtë është e jona. Nuk shiten. Nuk shiten. Ky përfiton, thot kom 83 mandate dhe do bëj qatë themon. Po jo, nuk është. Edhe unë jam krye familjar shpitime, po pas mora mendimin e familjarve, nuk vendos do. Kështu mendoj unë. Nuk hy kam burga. Ku shohë Belinda Ballukës hy ka pe fut në burg. S'ka prova. Pse? Këto kanë fut njerëz për cigara shash merr në burg. Kanë fut fugaret. I ke bugjit shqiptar gjë me fugaret.
është turbizi, kjo që bën vakinë në Shqipëri, këta që ka bërë ky gjati. Jo ky gjati, për gjithë të janë për burg Krashënia, na i parë deri i funit. Janë gjithë për burg. Unë protestoj vetëm tiki ky Katramangjeli që kemi në krye. Për asnjë gjë tjetër. Vetëm ky tiki. Çfarë ka bërë gabim? Çfarë ka bërë keq? Ky popullin e ka çuar në mjerim. Ne pensionistët me minimalen nuk kalojmë dot, nuk marrim dot ilaçet. Për këtë. Po i shet kujt i do qefi, hajde ti thot merr këtë, hajde ti merr atë, hajde ti merr këtë këtu. Pasuri kombëtare. Pasuri kombëtare ti shiko si ka për Tiranën, gjë më të çpikur, më të shëmtuar nuk ka. Është personi më i degeneruar dhe më patru që ka pas Shqipëria ndonjëherë. Dhe unë vetëm për ato dal. Pamasi se çfarë flitet tu, se këtu mund të jenë lloj njerëzish. Unë jam vetëm për Edi Ramën, të zhduket nga faqedheu. Unë jam pensioniste, kam 5 vjetë. Është të meshme në arsim, të punosh 35 vjetë, 39 vjetë, me një pension prej 335.000 lek tani në 5 vjeçar që është rritur, është të mërshme. Në një kohë që buka ishte 800, me këta është 1200, dhe kur është 1200 lek të vjetra, kuptohet sasia në Gran Karon shumë. Tjetër, nëse nuk marrë vetëm pjesën materiale, që janë të ardhurat tonë, neve ndjehemi të ndrydhur, ndjehemi të poshtëruar, sepse llogaritë e sfidat që i bën ky populli tonë duke u porullur melonit, hajde njëri, pasaj pjesa e McGonigal, janë pjesa e incineratorëve. Tani kjo tjetra e Akshit, po është të mërshme, do me thënë gjithë këto vila, gjithë këto hyrje, gjithë këto lek, gjithë kjo drogë, a ka, juve keni ndëgju dhe atje ku jeni, a ka mundësi që Shqipëria jonë, një vend kaq i vogël, me 1.400.000 banor, jetë më e varfëra në botë, jetë më e korruptuara, por po si ka mundësi? Hajde jeton një muaj vetëm në Shqipëri, në cilin qytet të duash ti dhe do ta shosh, që nuk do të rish më shumë se një ditë, 2, 3, një javë ikën me çmendurin nga Shqipëria. Për ilaçet, për ushqimet të skaduara, për pislikun, për ajrin e ndotur, për makinat, për zhurmat, për papunësim, për studentët e ikur, për njerëzit e ikur. Këtu është mosha e dytë, mosha e tretë. Kjo rini sot që shikoni juve këtu, është rini e mbledhur, janë të ardhurit, janë gjithë studentët e ardhur, se për Tiranën, pasaj Tirana është bërë metropol. Këtu, ku do hanë, ku do pinë në parethe, si, qysh, tek, tu, gjysme skeqes, punojnë ke njëri tjetri bëjnë. Një javë të ri këtu një shqiptari Kanadas në Tiranë, jo në parethe, se në rethe do të mërziten me qetësinë e tyre, por të vinë këtu në Tiranë, kanë ardhur shumë. Edhe fjalët e tyre kanë qenë të mërshme, zhurma e makinëve, pisliku i madh, ambienti i ndotur, një arkitektur, do me thënë, komplet antitezë. Tani bën një kull të madhe të 35 kate, 60 kate, mas Pallatit Kulturës, është të mërshme. Gjithë bota dhe në Kanada i ruajnë kështjellat, e ruajnë antikitektin, ndërsa këtu tek në çfarë ruajnë? Prishi teatrin. Kemi ndënjur neve kaq vjet, i kemi ndënjur teatrit na varosi dhe në qikë brënda. Erdi pruri atë eskavatori, ne ishim brënda, deshna 3 gjysmë të natë. Dhe që kishte në 3. Po, unë kam qenë, unë si kam lëvizur teatrit. Kam qenë gjithmonë pro protestës, pro të mirës për të vend. A duket, jeni dhe ju të mendimit që kjo protestë është shansi i fundit? Të mendoj, inshallah. Inshallah, do jemi derisa ai të iki. Unë tu do jem. Gjëja më e bukur e kësaj proteste është që e ka marrë në dorë rinia. Nëse kemi dalë herë të tjera, do me thënë të ftuar në protest, ka pasur rini, po ka pasur edhe shumë, do me thënë, mosha e dytë, mosha e tretë. Ndërsa kësaj radhe, ndryshe, dhe kjo është sfida. Është sfida më e mirë dhe shpresa më e madhe që neve kemi për një ndryshim rrënjësor me themel. Gota u derdh, ishte mbushur, por njerëzit ishin të stepur sepse këta menduan se kanë kastru këtë popull. Gabimi që bëni ishte se s'kishin parashikuar Gen Z. Gen Z flet anglisht,
që mos e marrë vesh prindrit çfarë thotë. Dhe nuk kanë frikë që shantazhojnë prindrit. Pra fëmijët kanë dalë pa lejen e prindërve. Brezi Z. Kjo është protesta e Gen Z-s, që është dhurata e Zotit, që i përgjigjet agjendave të tyre. Deshin ta bëjnë një brez kot duke manipuluar me TikTok. Dhe i hoqin autoritetin, po në fakt i hoqin dhe frikën pa dashje. Duke i hequr frikën, këta mbushën rrugët në momentin që u ndjen si ideali që morën zvarr zvërnec dhe e kuptuan që ky vend nuk është më për ta, dhe ata kanë vetëm një alternativë, valixhen. Dhe kur njeriu s'ka çfarë humbet, çfarë mund të bëj? Dalin rrugë. Unë intervistova shumë njerëz dhe u përpoqja të kuptoj pse pikërisht tani kjo revolt. Mund ta them me plot gojë që njerëzit kishin filluar të friksoheshin për faktin që ky vend nuk i përket më atyre dhe do vinë të na zëvendësojnë. Sklever nga Azia, si nga India dhe Filipinët, dhe kolonët e rinj që do vinin nga Izraeli. Ata që po marrin sot gjithë tokat e Shqipërisë, po marrin gjithë pronat e Shqipërisë me ligjet e reja të Shqipërisë. Dhe ligjet e reja të Shqipërisë thonë që të gjitha tokat e shqiptarëve, dash në kadastër, dash në legjislacion dhe dash fizikisht, do të kalonin në duart e kolonëve të ri për të krijuar fermat e tyre. Çfarë provash keni ju për këtë? Kjo është një akuzë shumë e fortë. 100.000 hektar tokë u vuan në shitje të shtetasve të huaj, por me kushte që janë 2 hektar tokë për secilin. Ne e dim shumë mirë që nuk vjen asnjë shtetas i huaj për bler tokë bujqësore në Shqipëri, se këtu s'ka as infrastrukturë dhe as punëtor. Që do thotë të vetmi që ka nevojë për këtë skemë në gjithë botën, ditë se kush janë, çufat. Kështu i themi ne në Shqipëri, që mos themi atë fjalën tjetër, e themi në formë se tush fani, pozitive. Dhe ata kanë marrë tashmë të drejtën të blejnë 100.000 hektar tokë bujqësore, që në fakt shteti nuk i ka. I kanë qytetarët. Por kujtoj se i kanë qytetarët, sepse shteti nëpërmjet defekteve të letrave i ka quajtur fond publik. Ndërkohë që ka bërë një ligj të ri, që do ta hedhin në parlament, që të gjithë shqiptarët mund t'ia shesin tokën këtyre. 2 hektar njëri për shtëpi, 10 antar familje bën 20 hektar, 100 familje sa u bën? U bën 20.000 hektar. Kjo është një kooperativë apo jo? Ti i di se ku funksionojnë kooperativat. Dhe ky legjislacion i ri ka filluar tashmë me marrëveshjen e re qeveritare që bën me Izraelin për asistencë teknike bujqësore dhe kanë filluar të hapen fermat me flamur izraelit në mes të Shqipërisë. Kanë filluar të hapen fermat. Dhe kjo është ajo që ti duhet ta kuptosh, që të gjitha këto lloj lajme që vijnë nga të gjitha anët, kur njerëzit pan zvërnecin, pan telat me gjëmba si në Gaza, që nuk lejohen, se nuk janë telat me gjëmba ushtarak, ndaluar me konventa. Kur njerëzit pan se si merresh dhe ke shtrajtohesh një qytetar i tyre në tokë të vet, ata kuptuan një gjë, që kur këta njerëz nuk pyesin as për policinë dhe rrëmben njerëz, menduan që erdhi dita e fundit e tyre. Kjo ishte ajo që ishte kupa që u derdh. Po lidhjen mes zvërnecit dhe ndërhyrjes izraelite, siç e quani ju. Ku e shikoni ju këtë? Të gjithë e kuptuan që zvërneci dhe Sazani ishin kolonia e parë. Kështu e kuptuan që kolonia e parë. Thjesht për faktin se etnia ose përkatësia etnike e Kushnerit është izraelite ose është hebraike? Në Shqipëri nuk ka dyshim njeri që kur vjen puna tek Izraeli, kur vjen puna tek Amerika, ata e kuptojnë që fiton Izraeli. Pra Kushneri nuk është Trump, është Kushner. Nuk është amerikan, është izraelit. Dhe njerëzit kuptuan që erdhi dita e tyre e fundit. Dhe kuptuan arrogancën e Ramës, dhe ata e kuptuan që nuk kanë më asnjë alternativë më në Shqipëri. Nuk kanë arsye të jetojnë më në Shqipëri. Dhe donin që të mos ikin nga Shqipëria. Kjo është protesta e parë në histori kundër shpopullimit, por është dhe zgjimi që po bëhet gjithë mesdheut. Ballkanit, Italisë dhe shumë vendeve tjera, se njëjta gjë po ndodh kudo. Si e parashikoni dinamikën e protestës? Unë besoj që është çështje ditësh, mbase javësh, 2 javësh maksimumi, që Kushneri Ivanka do të riqen nga zvërneci dhe nga Sazani. Sepse janë kthyer në një kosto për Amerikën dhe familjen Trump. Pra familja Kushner është kthyer në një kosto për familjen Trump. Nuk është parë, nuk është dëgjuar një sjellje e tillë e popullit shqiptar, e cila i ka bërë një reklam botërore pasi ka kapur targetin e dur. Do të bësh mediatik, shaj Trumpin. Dhe gjithë bota i dha këtë lajm, i dha këtë pamje. Dhe ti e di shumë mirë që nuk ke parë kurrë Shqipërinë kaq bukur në lajmet e gjithë botës. Pse? Se bashkëpunuan shumë faktor dhe koinciduan shumë faktor. Neve nuk kemi dalë kundër Amerikës dhe kundër familjes Trump. Ne kemi dalë për të mbrojtur Shqipërinë. Nuk na e ndjen se kush është mas asaj gjë. Dhe gjithë njerëzit që kanë dalë për të mbrojtur Shqipërinë. E sigurt është një gjë. Ne në qersho duhet të harxojmë Ramën. Slogani i vërtet që fshihet në këtë protestë është o dorëzo o rrezo. Ky fshihet në këtë protestë. Do e shohësh shumë ditë më pas. Cila është diferenca, ndryshimi midis dorëzimit dhe rrëzimit? Dorëzim do thotë dorëheqje. Po rrëzim. Atë e kuptojnë gjithë.
Okej, dhe si një ekspert i zbërthimit të teorive të konspiracionit, çfarë shikon te fakti që Ishulli i Sazanit ka dhe tunele? Jo, ka gjë më shumë Sazani. Keni këtë dëm të konfirmuar nga ekspert edhe në Amerikë. 1/3 Sazan do të jetë bazë meteorologjike izraelite, e një kompanie izraelite. Dhe të gjithë e kuptojnë fjalën meteorologjike që është më rrezikshme se ushtarake. Sepse dihet se çfarë ka një bazë meteorologjike. Aspektin satelitor, aspektin e teknologjive të caktuara, dhe është baza e parë ushtarake e Izraelit në Mesdhe, dhe të gjithë janë të shqetësuar në vendet e NATO-s, të gjithë janë të shqetësuar ekspertë e sigurisë që Izraeli në Sazan do të ketë bazën e vet ushtarake. Pra ju po hamendsoni që investimi i rezortit është 2/3. Do kryet është një koperturë është një koperturë ushtarake. Është një koperturë. Ai nuk është një ishull amerikan apo një ishull i Katarit. Ai është një ishull as i Kushnerit. Ai është një ishull i Izraelit. Ky është projekti i tyre. Prandaj dhe rrëzimi i këtij projekti këto 2 javë bëhet vetëm nëpërmjet bashkimit të një koncepti flamenko në një botë absurde, ku njerëzit qajnë për një qenë në Gaza dhe jo për fëmijët e Gazës, edhe flamenko ja shpëtoi Shqipërinë. Sepse gjithë bota u sensibilizua nga flamenko. Nuk do të sensibilizohesh njëri për shqiptarë, dhe shqiptarët ditën të bëjnë protestën më të bukur, që mund të ishte imagjinuar ndonjëherë. Pra flamengo si karrem? Flamengo ishte karrem ose maskoti i skuadrës tonë, pikërisht për të bërë gjithë botën që t'i kthejë sut nga ne. Dhe kjo të rrisi kostën e familjes Trump nga familja Kushner. Ose më saktë, familja amerikane nga familja Izraelit. Zoti të ruajt, faleminderit shumë. Faleminderit.